LinkedIn po forcon gjithnjë më shumë pozicionin e tij në Shqipëri duke u kthyer në një platformë ndikimi jo vetëm për profesionistët, por edhe për bizneset dhe reklamuesit. Të dhënat më të fundit për vitin 2025 tregojnë se audienca potenciale që mund të arrihet përmes reklamave në LinkedIn ka arritur në 710.000 përdorues, duke shënuar një rritje të dukshme krahasuar me një vit më parë. Sipas statistikave, audienca e reklamave në LinkedIn në Shqipëri është rritur me 10.9%, në bazë javjetore ose rreth 70.000 përdorues më shumë krahasuar me tetorin e vitit 2024. Ndërkohë vetëm gjatë tremujorit të fundit, platforma shtoi edhe 10.000 përdorues të rinj, me një rritje prej 1.4%. Kjo tregon se LinkedIn po fiton terren edhe në tregun shqiptar, sidomos në një kohë kur rrjetet profesionale dhe marketingu digjital po bëhen gjithnjë më të rëndësishme për kompanitë, punëdhënësit dhe profesionistët e rinj. Të dhënat tregojnë gjithashtu se LinkedIn arrin tashmë në rreth 25.7% të popullsisë totale në Shqipëri dhe afro 29% të përdoruesve të internetit. Në grup moshën mbi 18 vjeç, platforma arrin në rreth 32.1% të popullsisë, duke reflektuar një depërtim relativisht të lartë për një rrjet profesional. Një tjetër element interesant është profili demografik i përdoruesve. Meshkujt përbëjnë 51.1% të audiencës së reklamave në LinkedIn, ndërsa femrat 48.9%, duke treguar një balancë pothuajse të barabartë gjinore. Grupmosha më aktive në platformë mbetet 25 deri në 34 vjeç, që përfaqëson edhe segmentin më të rëndësishëm të tregut profesional dhe të karrierës. Brenda kësaj grupmoshe, meshkujt zën 18.3% të audiencës totale, ndërsa femrat 16.9%. Edhe grupmosha 35 deri në 54 vjeç mbajnë një prani të konsiderueshme, duke treguar se LinkedIn po përdoret jo vetëm nga të rinjt, por edhe nga profesionistët me eksperiencë. Rritja e vazhdueshme e LinkedIn në Shqipëri shihet si tregues i transformimit të tregut të punës dhe komunikimit profesional në vend,